Dashur shikues, jemi bashkë me emisionin Ëmbël dhe me një pjesë tjetër ku studio sot na është mbushur me vajza shumë të bukura dhe shumë talentume, cilat sigurisht kanë me na tregu më shumë për veten, për muzikën dhe gjithçka tjetër, po edhe ashtu do këndojnë një këngë e cila mbase mund të themi i ka bë bashkë kështu përnder të epopesë së UÇK-s. Bashkë me mua, po e nisi kënej me i prezentu, është Dionesa Shala. Dionesa, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi shumë e madhe që me qenë pjesë e emisionit tuaj. Po ashtu Artina Gashe. Artina, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit shumë edhe për ftesën, ndihem e kënaqur. Afër Artinës është Klejda Bashota. Klejda, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit për ftesën. Erza Boja është bashkë me neve. Erza, faleminderit shumë, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit gjithashtu. Si dhe Lirika Morina. Lirika, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Si dhe kemi Ornelën, Ornela Shala. Ornela, faleminderit shumë, kënaqësi që jemi bashkë. Faleminderit edhe për ju emisionit Ëmbël që na keni ftuar në këtë emision. Me shumë kënaqësi. Tash do të flasim për juve, për pjesën ku muzika ju bashkon po ashtu kursi ku jeni gjitha së bashku, aty ka nis po besoj edhe shoqëria mes juve dhe mandej ideja për me këndu së bashku. Fillimisht të bëjmë nga një prezantim të shkurtë për secilën prej juve që sa kohë merrni me muzikë, sa vjeçare jeni në përgjithësi, po e nisim me juve, Dionesa. Unë qëmë Dionesa Shala, jam 15 vjeçare, vi nga qyteti Klinës, vijoj mësimet në shkollën Ismet Raci Klinë, jam në kursin për instrumente muzikore, prima. Kam fillu me u merë me muzikë qysh moshën 8 vjeçare. Artina? Unë jam Artina Goshi, jam nga Mitrovica, vijoj mësimet në shkollën Abdullah Shabane, po ashtu unë jam në muzikë prej moshës 10 vjeçare, te kursi prima. Klejda? Përshëndetje, unë quhem Klejda Bashota, jam 15 vjeçare, mësimet i vijoj në shkollën e mesme të Old Lloyd Gurakuqi në Klinë. Muzika ka qenë pjesë e jetës time qysh nga mosha 9 vjeçare. Unë kam këndu edhe kur kam qenë më vogël, në ahengjet familjare dhe në festat të shumta, por mënyrë ma profesionale kam viju mësimet në kursin e muzikës prima, bashkë me profesor Rasim Gashit, të cilin e falenderoj për mbështetjen edhe që na ka përkra, jo vetëm mua, por të gjithë anëtarët e kursit. Erza, te qysh ke nisur muzikën edhe një prezantim të shkurt kështu për veten? Përshëndetje, unë jam Erza Boja, jam nga qyteti i Klinës. Mësimet i vijoj në shkollën Ismet Raci. Jam 13 vjeçare, jam në kursin prima, ku jam që 5 vjetë. Lirika? Përshëndetje, unë jam Lirika Morina, jam 13 vjeçare, vijoj mësimet në shkollën 18 prilli në komunën e Malishevës dhe i vijoj kursin e muzikës tek kursi prima bashkë me mësuesin Rasim Gashit, të cilin e falenderoj shumë. Ornela? Unë quhem Ornela Shala, jam në klasën e 7, e jam 12 vjeçare dhe i vijoj mësimet në shkollën Ismet Raci Klinë. Unë kam fillu me këndu prej moshës ose si profesion e kam marrë prej moshës 8 vjeçare edhe më ka pëlqyer shumë e këndu. Pra në këtë grup Ornelën e pas kemi ma të voglan. Më tregoni pak, e thatë që keni nisë që të sa kohë me muzikë mirë, po qysh nisi gjithçka? E keni muzikën të trashëgume nga dikush nga familja, apo qysh ka nisë rrugtimi juaj në muzikë? Mundeni secila, kush do me ja nisë me folin? Tash nuk po shkojmë me radhë. Atëherë, unë kam këndu që shur kam qenë shumë e vogël. Prindrit e kanë vrejt që jëm konë shumë e lidhë me tingujt edhe me muzikën, edhe ma kanë zbulu talentin, edhe motra më ka të regu që është një kurs si muzikës në Klinë, edhe kum vju pastaj mësimet për këndim, edhe për ndryshe Artina është familjare e emër, Shika Hollës, na jena familjarisht këngëtare. Do më thonë familjarisht këngëtare. A ka këndu dikush ma herët? A e keni të trashëguar pjesën e muzikës? Ma herët kanë këndu ka pjesa mamit, ma shumë mami me dajen. Po. Unë paka shumë e kam trashëgim edhe për Klejdës, pak e kam edhe ka ona e mamit, edhe e kom pas si dëshirë, edhe pak më kanë nxit edhe vallëzime. Po. Do më thonë, e pas ke pas pasion vallëzimin edhe kështu jo ndërlidhë të bujnë atë bashkë. Dionesa? Unë kom fillu qysh moshën 8 vjeçare, ka nisë që me më pëlqy shumë muzika, për arsye se kom fillu me marrë pjesë
në programet e vogla festive që janë bajt në shkollë, edhe kom thonë pse jo, edhe familjarët e me kanë bështet edhe më kanë përkra, pastaj e kam e vju edhe kursin pas disa vite, edhe sëda e stoj dite jam pjesë e kursit bashkë me motrën ta Mornelën. A e keni të trashëguar ju të dyja muzikën? Jo, jemi të parat në familja që këndojmë. E pas një njësë kështë të parat. Parat. Erza? Unë e kam filluar të mere me muzikë që nga musha 9 vjeçare, kur e kam zhvilluar që është kursi prima. Nëna ime më ka zhvilluar talentin tim, edhe jam shumë mirë njohëse ndaj saj. Lirika? Prindrit e mi ma kanë zbuluar talentin e muzikës të cilin unë këndoj që nga musha 5 vjeçare. Kam kënduar në për shtëpi, por edhe në programet të shkollës të cilat i kanë organizuar, por më vënë babai im ka gjetur kursin prima të cilin deri tani i vijoj kursin dhe këndoj aty. Pse muzika? Pse ndoshta keni zgjedhur muzikën që t'ju shoqërojë ose t'jetë si pasion edhe profesioni juaj e kështu për të ardhmen? Unë e kom zgjedh muzikën, e kom pas edhe do antore në vallëzim, edhe prej atyne vjem edhe e kom marrë dëshirën, tani prej vallëzimit u lidhe dhe muzika edhe prej trashëgimit të mamit edhe qikës dojës. Unë që shuru ju më konë shumë e vogël, ju më konë shumë e lidhë me tingojt, me muzikën, edhe prindët e kanë po talentin, edhe më kanë shti me kënu në për ahengje familjare, edhe du mi falenderu shumë prindrit për mbështetjen edhe për krahjen, jo veç në muzikë, për gjitha fushat e jetës. Dionesa, po shkojmë? Fakti që më pëlqen muzika, më ka bu që me këndu edhe unë, edhe unë i falenderoj gjithë familjarët e me që më përkrajnë, veçanërisht prindrit, që prej rrugtimit tem ku ja kom nisë, deri më tani janë shtysa jam ma e madhe që unë me vazhdu këtë rrugtim. Po ashtu edhe arsimtarin Rasim Gashi, cilin ju vetëm mu, po gjithë vajza që jena këto, na ka shty shumë rrugtimin tonë edhe na e falenderojmë shumë për zemërsisht, për gjitha mundin e ti. Ornela? Unë kam fillu me këndut prej moshës 8 vjeçare. Mun ka pëlqy këndimi se kam po Dionesën të këndu. Pra, Dionesa shfrymëzimi ha? Po, dhe më ka pëlqy edhe mu, tani ka koveri një por drenica ime, edhe tani kam thonë, a muj me hi edhe one, ka thonë motra dhe arsimtari Rasim Gashi, ka thonë pse ju, edhe tani që ato i kanë zbulu që kam dëshim e këndu edhe kam talent. E pse të ka pëlqy muzika? Pse e ke zgjedhë muzikën edhe? Mu më ka pëlqy me këndu se më ka shty edhe motra që me kënduen. Pra, ka qenë pikërisht Dionesa frymëzim për ty. Lirika? Unë kam edhe... Pse e ke zgjedhë muzikën? E kam zgjedhë muzikën sepse kam kënduar që nga musha 5 vjeçare. E kam dashur shumë muzikën edhe për nga tingujt e tij, por edhe që më ka pëlqyer mua. E kam edhe pak trashëgimi nga pjesa e babit, i të cilët dojet e tij këndojnë. I përshëndes shumë. Po. Erza? Muzika më ka pëlqyer që jam ka nga fëmijë, që nga musha 5 vjeçare kam fillu të këndoj, pastaj mami e ka po që më pëlqen muzika edhe kam pasion, talent, edhe pastaj jam shku në kursin, ku e kam viju edhe tanë që festivalet tjera, kam kënu në për ahangët tjera. Cili është zhanri muzikës që juve ju pëlqen edhe që ju e gjeni vetën ma shumë, ndoshta për me këndu? Zhandret që unë e gjej vetën ma shumë e këndu është zhandri i patriotizmit, balada, popullore e tjera. Ma shumë jam e fokusume tek patriotizme. Këtu e në këngë që ti të pëlqenë ma shumë? Po, ma shumë të. Që më flajnë. Artina? Ma shumë këngë të patriotike, popullore. Nashta që e kom edhe për vallëzimet, nuk e di. Se në vallëzim ke vallëzim të muzikë popullore? Po, kreti keme vallet popullore. Mu më pëlqenjë gjitha zhanret e muzikës edhe i kënoj tëna me lehtësi. Unë pëlqen zhandri popullor, ku e ka veshën shumë të mirë edhe është për shtetin tonë, edhe më pëlqen shumë muzika popullore. Mua më pëlqen patriotizmi sepse është një lloj muzikës të cilin unë e adhuroj shumë. Mua më pëlqen të këndoj tek zhandri i patriotizmit, sepse zhandri i patriotizmit tregon për sakrificën e të parëve tanë.
Pra ju përcjell një emocion pak më shumë. Tregoni tash se cila pak a shumë rrugtimin e juaj në muzikë. Keni marrë pjesë në festivale, po besoj jeni prezantu para publiku. Qysh ka qenë kjo eksperiencë në këtë moshë kaq të re që jeni, që po besoj keni arritë të cila deri tash ëndrat e juaja, apo që synoni edhe më lart? Kush do? Hajde. Qysh treguva edhe më herët, unë kom fillu ma sporti me këndu në programet e shkollës. Atë kanë qenë hapat e mi të parë. Pastaj duke shku dhe me një farë mënyre duke u profesionalizu me në gjitha aspektet. Kom marrë pjesë edhe në festivalet ndryshme folklorike, kom marrë pjesë edhe festivalet ndryshme për fëmijë, ku jam shpërbly edhe me çmime të ndryshme e të tjera. Unë e prije vogël 6 vjeçore, e kam po emocionin në skenë që është, jam mësu paka shumë, jam ka në për festivalet ndryshme, folklorike, në për festivale fol arsimtarit Rasim Goshit, po është edhe në për programet shkollës, ndryshme kam qenë plët. Qysh është kjo eksperienca me publikun, Klejda? Mu asnjëherë nuk kam frikë, por kam emocione të mira para se me dalë në skenë. Edhe më pëlqen shumë e këndu, sepse gjithaj mund që e bëj për me realizu një këngë ose diçka tjetër, në fund shpërblehet te publiku. Edhe unë e kam fillu me programe në shkollë, e pastaj kam arrit shumë më lart, kam arrit deri në Gjermani, ku aty karriera ime ka arrit kulmin, edhe përveç Gjermanisë kam shku edhe në Amerikë, në Chicago, e tash pritet që me shku edhe në Romani. Ke shku në për festivale ndryshme në këto vende? Mirë shumë. Qysh ka qenë eksperienca jashtë Kosovës? Jam di shumë e lumtur që më kanë përzgjedh nga Kosova. Është zhandri me këndu këngë turke edhe këngë shqip. Mu më kanë përzgjedh për me këndu këngë shqip, edhe e kam këndu këngën Sus nga Rona Nishlio, edhe aty e kam marrë çmimin Rising Star, yllin në ngritja. Erzan? Unë kam filluar të shkoj në programe shkollore, pastaj kam filluar edhe në për festivale, ku kam marrë çmime të ndryshme. Festivali i fundit që ka qenë është në Gjilan, ku ishte Mëllkuqet, ku e mora vendin e dytë. Lirika? Unë emocionet i kam mësuar tek programet e shkollës, ku aty ka pasur shumë programet të ndryshme. Me aty jam mësuar që mos të kem emocione më, pastaj kam filluar të vijoj kursin prima, bashkë me mësuesin Rasim Goshi, ku më vën kam marrë pjesë edhe në festivalet të ndryshme, ndërsa aty nuk kam pasur emocione, sepse nuk është asgjë për të frikësuar, sepse je duke shprehur talentin tënd tek publiku. Dhe të 3 festivalet e fundit, në 3 festivalet të cilat unë kam marrë pjesë, kam marrë çmimet më të mira që kam përjetuar ndonjëherë. Ornela? Unë kur dalë në skenë kam emocione, mirë pra ato emocione janë të mira, edhe ato largohen pas pak se ato duar trokitjet e njerëzve publikut të hikin emocionet, edhe pastaj unë kam fillu me këndu në programet shkollore, ku në klasën e 4 kam kënduar e vetme, dhe më ka pëlqy shumë. Pastaj kam fillu bashkë me Dionesen, mutrën teme, kam fillu me këndu bashkë në për festivalet të ndryshme, ku kina fillu njërë në për festivalet të fëmijeve, pastaj folklorike, të shkollës e të tjera. Mirë shumë. Cila është këngëtari që ju inspiron është për diçmërinë e ju që ndëgjoni më shumë, ose që e keni pak a shumë frymëzim, qoftë rrugtimin e tyre për muzikë, apo edhe këngë që ju pëlqejnë më shumë? Këngëtari jam i preferuar është Ile Shaqire. Unë e karrierën tem, këngën tem të parë, e kom nisë me Ile Shaqiren, edhe e kam frymëzim, është këngëtari preferuar në këngët e tij, unë e gjej veten. Kush tjetër, kush më pëlqen? Mua më pëlqen Dua Lipa dhe Rita Ora, edhe jam idol i tyre, se ato prej Kosovës kanë arrit që me shku aq nalt edhe me arrit kulmin në për vende tjashtme. Më pëlqejnë shumë këngëtarë të ndryshëm, po në veçanti e kam Yll Limonin, sepse zoni ti është tepër ma gjepsës edhe karakteri që aje ka është tepër i mirë. Pra të pëlqen stili muzikës? Po, stili muzikës.
ylli këndon. Erza? Më pëlqejnë të gjithë këngëtarët, por më shumë më pëlqen Elvona Gjota, këngët e saj janë shumë të mira. Si stash edhe më herët, zhanri im më i pëlqyer është patriotizmi. Më pëlqen këngëtari Ilir Shaqiri, sepse ai i ka disa këngë shumë të mira, jo disa, po të gjitha. Tjetri këngëtar është edhe Yll Limani, sepse edhe ka zonin shumë të mirë, por edhe i ka disa këngë të buta. Ornela? Mua ka zhandri i patriotizmit më pëlqen Leonora Jakupi, se këndon shumë mirë, ndërsa ka zhandri i balodës më pëlqen Dafina Zeqiri. Mirë shumë, pra pas kemi shije të ndryshme në grup. Po që ndonë se shije ndryshme juve ju ka bashku kursi, për të njëjtën kohë ju ka bashku edhe projekti fundit që keni ardhë tash për ndër të epopesë së UÇK-s, një këngë që ju ka bo bashkë, një këngë shumë e bukur, sërish vjen marsi, e që sigurisht këna me përcjell atë emocione dhe para publikut duke e këndu edhe këtu në studio, po para se me këndu më tregoni pak që shu bënet bashkë me këtë ide për këtë këngë. Ideja ka qenë e arsimtarit, Rasim Gashi, edhe ai ka përzgjedh zonat e tonë, edhe ka qenë një emocion tepër i mirë, sepse me bashkëpunu me një grup, të bën një tepër mirë, ndryshe është kur ti këndon vetë, ndryshe është kur ti këndon me grup, është emocion ndryshe, edhe rrugtimi jonë në këtë projekt ka qenë tepër i mirë, ka qenë gjithë shka mirë. Sa jeni përshtat kështu me njona tjetërën, se e tha dhe Dionisa që ndështa të këndosh vetë është emocion, po dhe me emocion është të këndoni gjitha së bashku kështu, edhe është një farë përgjithësie që paka shumë të përshtat një zonin e juj me njona tjetërën. Normalisht që është emocion ma i veçantë me këndu gjithat bashkë, se sa me këndu vetë, edhe është ma shumë frikë kur këndon vetë, por kur jemi gjitha bashkë, e kalojmë ma letë, edhe mu më ka pëlqy shumë ideja që na ka përcjell profi muzikës, që me u bot gjitha bashkë, edhe paka shumë na ka përzgjedh ato pjesë, ku zoni unë për shtatet mas shumëti. Përzgjedhja e këngës ka qenë profesorit, apo? Cili ka qenë mendimi parë për ty, Artina, kur e erdhë si ide që mu bashku edhe me këndu këtë këngë? Sepse e the që e ke ndoshta edhe këngëtarët e preferuar Ilir Shaqirin, kështu që... Une e kom po që më shumë, kur si unë, kemi më shumë kovera prej këngëve të Ilir Shaqirit. E kom po si ide që kam e marë, tani, kur e kom marë vesh, veç kom thonë edhin, e dita edhe jem konë shumë e lumtur për atë këngë, se kënga sërish vjen marë se e kom po preferumen, prej kitë këngëve të Ilir Shaqirit, edhe jem një shumë e lumtur që e kena marë ato. Zdi, ju konë shumë emocioni mirë, edhe më mirë po është dyqysh me këndu në grupë se ndihesh më e mbushur. Po. Ornela, ju e keni bua edhe një klip të kësaj kënge. Trego pak qysh keni kalu gjatë asaj kohe dhe ku e keni realizu klipin. Trego pak për prapasina. Klipin e kena realizu tek kullat e jasharve, ku normal atë njëri lodhët pak, po gjithaj mund është bë shumë i mirë, se edhe që thatën që normal, kur të këndojna bashkë është ma mirë, se zonë ju më bëhet një. Po. Lodhja pra ju ka shpërbly, se po besoj keni pas komente të mira prej publikut. Erza, që kanë prit njerëz këtë projekt në përgjithësi? Njerëz e kanë prit shumë mirë, edhe kënga do të jetë e mirë për ta pritur njerëz shumë mirë. Gjithashtu arsimtari Rasim Gashi e ka zgjedhur një këngë të mirë, edhe i ka zgjedhur artistat e mirë për me kënu. Pa dyshim. Lirika, qysh ka qenë për ty kjo eksperiencë që me këndu bashkë me vajzat? Kjo eksperiencë me të gjitha këtu shoqet e mia, po si ti them pjesëmarrësët e kursit, ka qenë shumë e mirë. Kemi pasur pak lodhje, por shpërblimi ka qenë shumë i madh, ku ne kemi pasur shumë komente apo fjalë shumë të mira për këngën dhe e falenderoj mësuesin Rasim Gashi për përzgjedhjen e këngës së Ilir Shaqirit. Tregoni pak kush u konë problematika e grupit gjatë krejt kësaj kohe, se po besoj keni punu gjatë për këtë projekt. S'kena pas nëjë problem. Jena përshtot. Po jena përshtot shumë mirë, se jem talentume me një fjallë, edhe nuk jena pas problem. Po se ta na të këndoj me vite dhe jena përshtot me publikun edhe me këngën, me muzikën, dhe s'kemi frikë. Edhe fakti që nuk është hera parë që bashkëpunojmë bashkë,
kjo nga ka bëjt që me pas tepër të lehtë punën e realizimit, videoklipit edhe të këngës. Po, që janë raportet e juja kështu nështë gjatë kohës kur jeni në kurs, mirë po edhe jashta kursit? E qujna shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Titrën, na i problem nuk e kena, jemi shumë mirë. Për ndryshë na nuk e vijojmë të tëna të bashkë kursin, është veçmas. Individualisht. Është individualisht. Pra nuk është që ju bjen për ditëshmërinë e ju me u taku shumë shpesh ose diçka e tillë. Në organizime, në festivale. Sigur projekti ju një fundit na ka bashku ma shumë. Po. Thash që keni pas komente shumë të mira edhe është pëlqy shumë si projekt. Cilat janë planët mas këtij projekti? Keni marrë prapë me diçka bashkë e pas parasysh që njerëz po ju dojnë ndoshta kështu si ekip edhe po del diçka shumë interesante? Normalisht kemi me bë projekte kështu bashkë, si grupi Prima, po edhe projekte tjera në vazhdim edhe individualisht. Cilat janë ëndrat e juja, synimet e juja për të ardhmen? Kështu shpejt e më tregu se cila ndoshta? Ëndra jam ma e madhe është që me përfatësu Kosovën në Eurovision. Okej, interesant. Edhe për mu është njëjtë. Normal që të bëhem një këngëtare edhe të përfaqësoj Kosovën. Për mua është që të bëhem një këngëtare e famshme, që të më njohin e gjithë bota, por edhe shtetet tjera, pse jo, por edhe njëjta për mua të përfaqësoj veten në Eurovision. Pra, deri tash, synimi ju është muzika, nuk është që e keni veç pasion, e dëni edhe si profesionet të ardhmen, a? Po. Ornela? Mua më pëlqen, kam qef ëndrat e mia në të ardhmen janë të arisa më lartë. Në muzikë. Po? Jonesa? Edhe one ëndra jam është që me arrit në të ardhmen, në muzikë, po edhe në profesionet tjera, sepse besoj që edhe vitet në kalim, nuk ka mundal veç të muzika, po edhe në ndonjë profesion tjetër. Po, e ke në mendje ndonjë kështu që të pëlqen më shumë? Nuk e di, kohëve të fundit e kam synimin tek mjekësia, ama nuk e di e të ardhmës. Po. Unë ndrekëm me mri në mojet të sukseset dhe kam mundu ka me epë këtë mundin për këtë gjë, shpesoj më në mja dollë. Mirë shumë, unë për juftoj me dalë në skenë, me këndu këngën, edhe këtu për ju falenderoj që ishtë bashkë me neve, ishte shumë knatësi që ju pata në studio, tash po e këndojmë edhe këngën dhe po e ndojmë bashkë me gjithë shikuesit tonë, edhe uroj që prapër projekte tjera kemi me ju pas në studio, falenderit shumë. Faleminderit shumë. Dashur shikuesi, shime intervistën, tash është koha me ndjek edhe këngën që biseduam edhe me vajzat, sërish vjen marsi, një këngë që grupi Prima, për që ai kështu ja ka kushtu ndoshta ose ka ardhur për nder të epopesë së UÇK-s. Me një ardhë pas kësaj këngë, shkëputemi me një blok marketingu dhe rikthehemi me pjesën tjetër të vazhdoni të ndroni me ne. Sërish vjen marsi, sërish vjen stina, trënët dhe gjallët bëhen tokë. Vesë ashi, zduron lëndina, burëria jo nuk duron lot. Midis kujtimesh, e midis këngësh, faqet kryetrimi fjallë pak. Dër këmba degësh, në sy thapemësh, mërzis, soni vë ka pak. Sërish vjen stina, ne ndrojmë mat, por vetëm ai s'flaket kur. I bjeshkve, i rjedh për bosht, a i lartësohet si flamur, o si flamur. Dhe njerëzia vin për kullën varin të ndërim, një pembesa me ruratën nisen fluturim, zemra merr guxim, flisi bashkë qim, me ty gjithmonë në ball, me ty o legjendar, dhe njerëzia vin për kullën varin të ndërim, një pembesa me ruratën nisen fluturim, zemra merr guxim, flisi bashkë qim,
me ty gjithmonë në ball, me ty o legjendar. Sërisht vjen marsi, e vjen pranvera, amanetin e ti për trin. Lullet e barin i tun dhe qera, si medaljona në pelerin. Midis kujtimësh, e midis këngësh, faqet kretrimi fjallë pak. Ndër këmba degësh, në sy thapemësh, mërzis, soni vë ka pak. Sërish vjen stine, në ndrojmë mat, por vetëm ai s'plaket kur. I bjeshkve i rjedh për bosht, ai latësohet si flamur, o si flamur. Dhe njerëzia vim për kulen varin të ndërim, një pembesa me ruratën nisën fluturim, zemra merr guxim, flisi bashkëqim, me ty gjithmonë në ball, me ty o legjendar. Dhe njerëzia vim për kulen varin të ndërim, një pembesa me ruratën nisën fluturim, zemra merr guxim, flisi bashkëqim, me ty gjithmonë në ball, me ty o legjendar, me ty gjithmonë në ball, me ty o legjendar.